Në përgjithësi njerëzit, kur thonë adhëmi kockat, mendojnë se kanë ose mangësi të kalciumit, ose mangësi të magnezit, ose po të paktën këtu e kufizojnë. Prandaj dhe unë e zura si një pyll. E para mund të jetë një inflamacion i heshtur, i lehtë, që mund të jetë kronik në trupin tonë. E dyta është mungesa e vitaminës D, që nuk lejojnë që mineralet të futen aty ku duhet. Nga ana tjetër mund të jetë magnezi, zinku, bori, bakri, mangani, silici. Këta janë punëtor të vegjël të patdukshëm, roba qepës. Mungesa e gjithë tyre, sidomos edhe magnezit, sepse ne dim shumë mirë që magnezi ndihmon aktivizimin e vitaminës D dhe ruajtjen e strukturës normale në kocka. Dhe kur mungon, trupi humbet një nga mekanizmat kryesor të mbrojtjes së skeletit. Edhe nga vitamina D është kalciumi edhe elemente të tjerë, pra janë të lidhur me një tjetrin. Në qoftë se ne kemi një zorë e cila ose një disbioz në zorë, ose nuk kemi përfithje të mirë të mineraleve apo lëndëve, pra të nutrientëve, atëherë kocka do ngelet pa lëndën e parë për tu rigjeneruar.